Por 10 ditë në vim, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka të ndaluar të hyjë në sallën e parlamentit. Socialistët në Komisionin e Etikës e kanë dëshkuar kreun e opozitës me 10 ditë përjashtim nga punimet e kuvendit për shkak të sulmit të tij ndaj ambasadorit të BE-s Silvio Gorzato javën e shkuar. Edhe në statusin tënd ti je binar, nuk merremi ne me trajtimin, ka fëmijë, ka padërgrua, ka marrë vendimet e veta mrapa siç ka shpjeguar jetën personale se u s'duhet merrem me jetën e tij personale fare. Socialistët kanë argumentuar se Berisha ka shkelur nenet e kodit të etikës që parashikojnë mbrojtje nga diskriminimi, pasi ka targetuar dhe fyer një grup të caktuar shoqëror. Seancën e shkuar, Berisha sulmoi disa herë ambasadorin e BE-s, ndërsa po diskutoi projekt ligji për barazinë gjinore, duke thënë se Gorzato nuk mund të impononte shoqërisë shqiptare bindjet e veta personale. Kjo deklaratë nxiti dhe reagimin e komisioneres së BE-s për zgjerimin Marta Kos, e cila tha se linjëzimi legislativ të Shqipërisë me këto parime të BE-s është pjesë e procesit të pranimit në Union. Rama ndërkohë kërkoi ndjes për gjuhën fyese të Berishës ndaj diplomatit të BE-s, ndërsa socialistët e etikës e ndëshkuan atë me përjashtim këtë të martë.